Ka e njohur do ju befasoj. Nga sot pini një lugë vaj ulliri esëll dhe shikoni çfarë ndodh. Vaj ullirit ka qenë në fokus në shumë kërkime shkencore për vitet me radhë, të cilat kanë vërtetuar se është një nga mënyrat më të mira ushqyese për të përmirësuar organizmin dhe për të ofruar gjithashtu vlera të mëdha shëndetësore në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Ai është i pasur me lëndë të mira ushqyese, me element antioksidant, me yndyrna të pangopura, lëndë antiinflamatore që parandalojnë probleme të ndryshme të organizmit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Luftojnë gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira dhe sjellin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Ato ndihmojnë gjithashtu në uljen e problemeve të kolesterolit dhe parandalojnë plakjen e parakohshme. Ja disa përfitime shëndetësore sipas Healthline që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e dietës suaj. Ai lehtëson dhimbjet në pjesë të ndryshme të nyjeve dhe sjell gjithashtu rezultate fantastike në organizmin tuaj. Për shkak të përmbajtjes së lartë të lëndëve ushqyese antiinflamatore, ai mund të japë gjithashtu edhe rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj. Sipas studimeve është treguar se mund të lehtësojë dhimbjet në jetën tuaj dhe gjithashtu të përmirësojë shëndetin në mënyrë të kontrollueshme. Kjo është një mënyrë natyrale se si mund të merrni përfitimet e vajit të ullirit edhe për lehtësimin e problemeve të dhimbjeve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund t'i japë gjithashtu një mbrojtje më të mirë edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit ekstra i pastër mund t'ju ndihmojë të humbisni kilograme të tepërt. Kjo duke ju dhënë ndjesinë e ngopjes dhe duke dhënë yndyrnat e shëndetshme, mund të stimulojë gjithashtu rënien e peshës në mënyrë të kontrolluar dhe të sjellë efekte të mira ushqyese edhe për organizmin tuaj. Prandaj vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të ndihmojë ata persona të cilët duan të evitojnë kilograme të tepërt. Shtimi i vajit të ullirit në dietat tuaja ditore do të parandalojë gjithashtu edhe problemet tuaja të kujtesës. Për shkak të përmbajtjes së lartë të yndyrnave, vaji i ullirit mund të shtyjë dhe të parandalojë problemet e lidhura me kujtesën, siç është edhe Alzheimeri, duke dhënë kështu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të mbajtur larg gjithashtu edhe problemet me radikalet e lira. Një studim i fundit ka zbuluar se njerëzit që përdorin vajin e ullirit në dietën e tyre kanë një risk më të ulët që të vuajnë gjithashtu nga dëmet e radikaleve të lira në organizëm. Elementët që gjenden te vaji i ullirit e bëjnë atë një përzgjedhje fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve, sidomos edhe kundër inflamacioneve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik edhe për ata persona të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet që lidhen me luhatjen e sheqerit në trup. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit. Një studim i fundit i kryer nga Universiteti i Harvardit ka treguar se dieta mesdhetare që përfshin vajin e ullirit në dietën tuaj do ju mbrojë gjithashtu nga diabeti tipi 2. Kjo sepse vaji i ullirit përmban yndyrna të shëndetshme të cilat mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojnë gjithashtu prodhimin e insulinës. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë edhe për të forcuar sistemin tuaj imunitar. Sistemi imunitar është shumë i rëndësishëm për shëndetin, duke qenë se ai është përgjegjës gjithashtu edhe për luftën kundër viruseve dhe bakterieve të ndryshme në organizëm, duke mbrojtur kështu edhe shëndetin tuaj në mënyrë të kontrollueshme. Vaji i ullirit është i pasur me antioksidant dhe vlera të larta ushqyese që mund të mbajnë larg komplikacione dhe të sjellin gjithashtu një rritje më të mirë të efekteve në trupin tuaj. Shtimi një lugë vaji i ullirit në dietën tuaj do të jetë një mbrojtje më e mirë kundër inflamacioneve që i kanosen atij. Vaji i ullirit ndihmon edhe në uljen e tensionit. Vetëm 3 lugë gjedhe vaj ulliri në ditë mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të tensionit të lartë të gjakut.
duke dhënë kështu rezultate fantastike në organizmin tuaj. Sipas studimeve të ndryshme, yndyrnat e shëndetshme që gjenden te vaji i ullirit mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të hipertensionit dhe të sjellin gjithashtu rezultate konkrete në këtë drejtim. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira për shëndetin. Ai ndihmon gjithashtu edhe në kontrollin e kolesterolit të lartë. Vaji i ullirit është i mirë për luftën kundër kolesterolit. Yndyrnat e pangopura do të rrisin përfitime në shëndetin tuaj dhe do të japin gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët e rendisin vajin e ullirit në një prej produkteve më të rëndësishme në shëndetin tuaj. Konsumi i tij në mënyrë të kontrolluar dhe gjithashtu si duhet do të japë rezultate fantastike edhe në parandalimin e problemeve të ndryshme, sidomos të lëkurës së fytyrës. Vaji i ullirit është përdorur si trajtim i bukurisë për vite me radhë. Edhe Kleopatra e përdorte atë në kombinim me qumshtin për të marrë rezultate fantastike në dukjen e saj. Vaji i ullirit është një aleat i mirë i organizmit dhe përdorimi i tij me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të përkthehet në një element të mirë mbrojtës në shëndetin e përgjithshëm. Vaji i ullirit përmirëson dukjen e lëkurës suaj. Vaji i ullirit është thelbësor për shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen tuaj të rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral i lëkurës. Ai do të ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Shumë studime tregojnë se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur edhe me vaj ulliri ka treguar se ka efekte pozitive në peshën e trupit tuaj. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi një lugë vaj ulliri çdo ditë i ndihmoi ata në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe përmirësoi në mënyrë të tillë edhe shëndetin tuaj. Vaji i ullirit është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit mund të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit kanë gjithashtu një memorie më të mirë se personat që nuk e përdorin atë. Shtimi i vajit të ullirit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes për shëndetin dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të japë rezultate të mira edhe në shëndetin e kockave. Vaji i ullirit është një produkt që mund të mbajë larg problemet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur ajo kombinohet gjithashtu edhe me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit do të japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurimi i një diete të tillë të pasur me elementë të lartë ushqyes do të japë gjithashtu rezultate të mira në shëndet. Përmbajtjet që gjenden te vaji i ullirit do të lehtësojnë në problemet e kyçeve, ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga artriti. Vaji i ullirit është një produkt fantastik që mund të pasurojë shëndetin tuaj dhe të mbajë larg inflamacionet e tij. Pasurimi i dietës me vajin e ullirit dhe me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionet në trupin tuaj. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara kryesisht edhe nga inflamacionet. Shtojeni vajin e ullirit në dietën tuaj dhe do të keni gjithashtu rezultate fantastike në shëndet dhe në parandalimin e komplikacioneve. Vaji i ullirit është një produkt që mund të mbajë nën kontroll luhatit e sheqerit. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në sekretimin dhe uljen e niveleve të glukozës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurimi i një diete të tillë që shton vajin e ullirit në përditshmëri mund të jetë një nga gjërat më të mira që mund të arrini në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit si recetë, të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe ndërveprimet dhe komplikacionet që mund të kenë me njëra tjetrën. Vëmendje,
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.